Përshëndetje, përshëndetje të nderuar miqtë e mi, e di që qeshini me zërin tim, por mbrëm në për komente më thoni sido që t'jeshi jam balje. Dhe kështu që ju kërkoj dhe njerë ndjes për zërin, po shpresoj që me kalimin e kohës do rikuperohet. Uroj që të keni kaluar një ditë të bukur, uroj që të keni patur një ditë fantastike. Unë me thënë drejtën nuk e nisa ditën bukur sot, por gjithsesi shkojmë drejt të bukurës, shkojmë drejt pozitivitetit, shkojmë drejt energjisë të mirë. Të gjithë jeni kureshtar, a do t'ja bëj shejr gjesti këngën Eglit? Në fakt, këto janë pyetjet që më bëhen më së shumti dhe unë nuk i kam frikë pyetjet e publikut, me patjetër duhet jem koherent dhe t'jap mendimin tim, duke u bazuar në të gjithën atë që unë po shoh dhe në të gjithën atë që unë kam komentuar. Dëshira shumë e madhe nga ana e gjestit, për këtë jam shumë i sigurt, sepse gjesti pranoi dhe dhuratën që do t'ja çonte Eglit, por sa do t'jetë e lejueshme nga menaxherët që gjesti dhe Egli të flasin tani, të publikojnë tani lidhjen e tyre, kjo është një pikpyetje e madhe që e ndalon çiftin të flet. Sepse për shembull Egli Tako reagoi menjëherë kur doli nga Big Brotheri me një foto me gjestin, por siç duket gjërat menjëherë u ndaluan. Nuk ka postime nga motra e gjestit, Blerina poston të gjithçka të gjestit, tani më nuk poston. Siç duket gjesti, jetën e tij familjare, private, ku në këtë rast përfshim dhe Eglin, nuk dëshiron ta futet në këto të tjerat. Të gjithë janë në pritje, të gjithë duan të dinë. Në një epokë ku çdo hap i figurave publike përkthehet në lajme, çdo like është një deklarat dhe çdo story shndrohet në spekulim, publikimi i këngës së parë të Eglit ka ngjallur më shumë interes për jetën e saj personale se sa për vetë projektin muzikor. Pyetja që i ndjek kudo, në çdo dalje publike, në çdo koment online është e njëjta. A janë ende bashk Egli dhe Gjesti? Të dy ishin dikur një ndër çiftet më të dashura të publikut shqiptar, të rinj, të talentuar, të bukur dhe shumë të afërt me fansat nga Big Brotheri, kuptohet. Kemi parë rrëfime, buzëqeshje, përqafime, këngë që i kushtonin njëri tjetrit, por mbi të gjitha kemi parë një ndjenjë që ndukej e sinqert dhe e thellë. E megjithatë, koha tregoi se jeta nuk është gjithmonë një videoklip romantik. Prej muajsh, heshtja ka zëvendësuar zhurmën e ëmbël të dashurisë së tyre. Nuk ka më postime në rrjetet sociale, nuk ka komente me zemra, nuk ka dalje publike të dyshes, por nuk ka asnjë ndarje të deklaruar. Publiku ka ngelur në mjegull dyshimesh. Sonte Egli publikon këngën e saj të parë pas daljes nga Big Brotheri si artiste solo. Një hap i rëndësishëm, jo vetëm profesionalisht, por edhe personalisht. Ajo hyn në një fazë të madhe të jetës, ashtu siç ka qenë, por këtë herë edhe më shumë. Edhe të gjithë duan ta dinë, a do t'jetë Gjesti aty për ta mbështetur, në kuptimin a do ta poston këngën e saj. A do t'jap ai sinjalin që njerëzit presin për të kuptuar nëse marrëdhënia e tyre vazhdon, apo nëse gjithçka tashmë është pjesë e së shkuarës. Sipas burimeve të sigurta pranë çiftit, ky moment nuk do të sjellë një qartësi. Përkundrazi, do të thelloj edhe më shumë enigmat që i rrethojnë. Gjesti nuk do të reagoj publikisht për këngën e Eglit, nuk do të ketë postime, nuk do të ketë story, nuk do të ketë komente mbështetëse, heshtja do të jetë përgjigjja e tij. Dhe kjo heshtje, që për disa do të thotë indiferencë, për të tjerët është mënyra e tij për të ruajtur diçka që nuk është më për sytë të gjithëve, në vend të tij
ajo që do t'jap një sinjal mbështetës do t'jetë këngëtarja Fifi. Mikeshe ngushtë e Eglit, Fifi do t'jetë e para që do të ndaj këngën në rrjetet sociale, duke treguar jo vetëm dashurinë për Eglin si artiste, por edhe për krahjen në një moment delikat siç është ky. Ky gjest i saj do t'jetë si një valvul shkarkimi për tensionin që po grumbullohet në përjete, por për publikimin që e njeh mirë dinamikën e marrëdhënies së dikurshme mes Eglit dhe gjestit do t'jetë një provë e heshtur se diçka ka ndryshuar rrënjësisht. Por skenari nuk përfundon këtu. Pas disa ditësh gjesti do të publikojë këngën e tij të re. Rastësi? Pikpyetje është kjo. Apo përgjigje e heshtur ndaj projektit të Eglit? Askush nuk e di me siguri. Ajo që dihet është se nuk do të ketë mbështetje të ndërsjellët publike mes tyre. Egli nuk do të bëjë ripost për këngën e gjestit, as ai për këngën e Eglit. Të dy do të ndjekin rrugët e tyre muzikore, por publiku nuk do të mund të kuptojë nëse këto rrugë janë paralele apo të ndara përfundimisht. Ndërkohë rrjetet sociale do të nisin të pulsojnë me gjuhën e heshtjes. Një pëlqim i vonuar, një story e fshehur për publikun, një koment i zhdukur shpejt. Janë këto veprimet që do të nxisin valë të reja spekulimesh. Gjesti mund të shfaqet në ndonjë live të papritur, ndoshta me ndonjë koment të koduar. Egli mund të postojë një frazë filozofike që do të interpretohet menjëherë si referencë ndaj tij. Fansat ashtu si gjithmonë do të bëhen detektiv. Por pyetja më e madhe është kjo. Po pse e ndjekin këtë rrugë? Pse e gjithë kjo heshtje? Tani do t'ua shpjegoj. Ka nga ata që thonë se kjo është një strategji e zgjuar marketingu. Çfarë mënyre më e mirë për të mbajtur publikun të lidhur pas dy artistëve, se sa ta lësh atë të notoj në pasiguri, pa pasur asnjë konfirmim, por edhe pa mundësinë për të mbyllur një herë mirë kapitullin. Njerëzit janë të etur për të ditur të vërtetën, dhe sa më shumë ajo do të mohohet, aq më të interesuar do të bëhen. Por ka edhe nga ata që mendojnë se heshtja është pasojë një ndarje të vërtetë, por të dhimbshme. Një ndarje që asnjëri nuk është gati ta shpallë, sepse ndoshta ende ka ndjenjë, ende ka respekt, ende ka kujtime që lidhin. Ndoshta janë ndarë, por jo të ftohur. Ndoshta thjesht po mbroj një pjesë të jetës që për një kohë e bën publike më shumë se ç'duhej. Çfarë do që do të jetë e vërteta, një gjë është e sigurt. Egli dhe Gjesti po jetojnë një marrëdhënie që flet më shumë me atë që nuk thonë se sa me atë që ndajnë. Publiku do të vazhdojë të kërkojë sinjale, të bëjë krahasime, të analizojë çdo varg kënge dhe çdo pozicion në listën e followersve. Por të vetmit që e dinë të vërtetën janë ata të dy. Deri atëherë, çdo këngë do dëgjohet me një sy nga muzika dhe një sy nga ndjenjat. Dëgjoni mirë. Kjo është strategjia e marketingut, ëh. Çdo këngë do dëgjohet me një sy nga muzika dhe me një sy nga ndjenjat. Nëse ne e hapim të vërtetën, humbet kurreshtja. Sepse kjo histori që dikur ishte një romancë në qendër të vëmendjes, tani është kthyer një rrëfim i heshtur, i ndërlikuar, e ndoshta më i sinqerti nga të gjithë. Një ndarje që s'ka marrë fund, ose një dashuri që s'ka më zë. Si e gjykoni ju?